Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. I mituri që u plagos në tragjedin ku humbën jetën 2 fëmijë del nga rreziku, pezullohet zinxhiri komandues në policinë e Durrësit deri në zbardhjen e ngjarjes. Ekspertët kërkojnë ashpërsimin e kodit rrugor për të ndëshkuar shkelësit e qarkullimit, ata thonë se ngjarja e rënë në Durrës mund të ishte parandaluar. Gjykata e lartë ndryshon pjesërisht vendimin unifikues për masat e sigurisë, togat e zeza duhet të arsyetojnë arrestimin me burg në mënyrë të individualizuar. Kryeministri Rama deklaron në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Armeni, zgjerimi forcon Unionin, edhe NATO duhet të mbështetet më shumë te Europa. Malbora përjashtohet nga ferma e VIP-ave për shkelje të rregullore, sot në mbrëmje publiku do të vendosë se cili nga të nominuarit do të largohet nga gara. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. I mituri që u plagos në tragjedin e të dielës ku mbetën viktim 2 fëmijë pas përplasjes nga makina në trotuar ka dalë nga rreziku. Banorët e zonës së Ish-Kënetës janë ende në shok dhe kërkojnë marrjen e masave urgjente që ngjarja të mos përsëritet. Shkaktari të aksidentit që ishte në gjendje të dehur rezulton si është pezulluar disa herë patenta. 8-vjeçari që u aksidentua një ditë më parë në Durrës, së bashku me 2 fëmijët e tjerë të mitur, e ka kaluar rrezikun për jetën. Ai u dërgua me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë me dëmtime të shumta në trup. Por pas ndërhyrjes mjekësore, i mituri tashmë ndodhet në gjendje të stabilizuar shëndetësore dhe pritet që sot gjatë ditës të kalojë në pavion. Ai do të vijojë të qëndrojë i shtruar në Spitalin e Traumës për të u trajtuar për dëmtimet e marra nga aksidenti. Ndërkohë, policia e Durrësit konfirmoi se shoferi që shkaktoi aksidentin tragjik, Nikol Radaçi, ishte në gjendje të dehur. Sipas policisë, pas ngjarjes ai ishte larguar nga vendi i aksidentit me pretendimin se kishte frikë nga reagimi i qytetarëve, por më pas është arrestuar nga efektivët. Pak orë pas prangosjes në dëshminë e tij të parë, ai ka shfaqur pengesë duke deklaruar se nuk e do më jetën. Historiku i Nikol Radaçit si drejtues mjeti është problematik. Ai është ndërshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tejkalim të shpejtësisë 2 herë me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Pas aksidentit fatal, 57-vjeçari do të përballet me veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në gjendje të dehur dhe largimi nga vendi i aksidentit. Ndërkohë, në vendin ku ndodhi aksidenti tragjik, mbizotëron heshtje dhe dhimbje. 2 familjet kanë hapur dyert e mortit dhe presin ngushëllim për 2 jetët e shuara në moshën 9 dhe 12 vjeçare. Ata u përcollën për në banesën e fundit pas mesditës, ndërsa pjesë e ceremonisë u bën edhe shokët e tyre të klasës. Banorët e lagjes shprehen të tronditur nga ngjarja e rëndë, duke kërkuar ndërhyrjen e strukturave shtetërore që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. Shumë keq ngjarja. Fëmijët duke rritur luletrinis. Të bëhet jo punë, po kur do s'ke t'i bërë, do sakrificime. 2 palë. Çfarë do të thuash për keq? Ke se kaq nuk ka. Ata për ditë, se ona 1, 2, 3, ata për ditë, dhe nëna thoshit, na u dhe të piti se do lozim, ata fëmitët. Të merë është, o bishë. Fatkeqësi e madhe është. Është një tragedi. Nuk e di ku po shkojnë. Po i ke njerëzit si miza dheu. Po ndodhin për ditë. Na 6, na 7, na 8 veta çdo ditë. Fëmijët po luanin në trotuar kur u përplasën nga makina. Së bashku me ta ishte edhe një i mitur i 4, por ai shpëtoi mrekullisht. Tragjedia e rëndë në Durrës, ku 2 fëmijë humbën jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur rënd, ka sjellë reagimin e kreut të policisë së shtetit. Kryepolici Skënder Hita ka vendosur pezullimin nga detyra deri në përfundim të hetimeve të drejtorit të policisë së qarku Durrës, Afrim Tafa, duke caktuar përkohësisht në këtë postë Ervin Hodajn. Masa disiplinore kanë prekur edhe nivele të tjera drejtuese. Për performancë të dobët janë pezulluar zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë publik në Durrës, kryekomisari Zia Isulaj, si edhe shefi policisë rrugore, kryekomisar Kreshnik Skëndo. Hita urdhëroi gjithashtu ngritjen e një grupi ekspertësh nga policia rrugore, të cilët mbërritën në vendin e aksidentit për të analizuar shkaqet dhe rrethanat.
Ashpërsimi i kodit rrugor është një nga mënyrat për të frenuar aksidente tragjike si ai në Durrës ku humbën jetën 2 fëmijë. Ekspertët vërejnë se policia lokale duhet të kishte marrë masa më të forta parandaluese duke patur parasysh shkeljet e mëparshme të shoferit si edhe ankesat e komunitetit. Tragjedia Durrësit sipas ekspertëve duhet të jetë një moment reflektimi për ligjvënësit për të rishikuar kodin rrugor, i cili në vitin 2023, fal ndryshimeve favorizuese, i dha mundësinë shoferëve të dehur që të paguajnë dyfishimin e gjobës dhe të mos u hiqet leja drejtimit. Ndryshimet në kod duhet të jenë të ashpra, thonë ekspertët e sigurisë, duke akuzuar se ndryshimet e para 3 viteve u bën për të favorizuar interesat e një grupi njerëzish dhe jo për sigurinë kombëtare. Nëse gjërat janë shmangur, duke favorizuar një klasë caktuar apo një grup caktuar social njerëzish, pastaj themi mund të bërë për interesa të grupit apo interesa të individëve, dhe jo për interesa të sigurisë kombëtare dhe të parandalimit ngjarjeve të tilla të cilat janë të frikshme, dhe aq më tepër ngjarje të tilla mund të jenë që mund të krijojnë problematika, sidomos tek fëmijët, po dhe tek shkollat, tek vendet ku shpejtësia e lëvizjes mjeteve është shumë problematike. Sa i takon diskutimeve, duhet të cilësohen si vrasje këto aksidente me pasoja tragjike. Softa shprehet se është e vështirë, por ngjarja në fjalë mund të ishte parandaluar nga policia e Durrësit, e cila sipas tij nuk ka marrë masa. Është e vështirë sepse tentoi dhe Italia ta bëjë një gjë të tillë, por nuk arriti dot ta bëjë. Për aq kohë sa është shkelje rregulla të qarkullimit rrugor, nuk është vrasje. Për shumë rasti konkret, nuk është çështje e vrasje, është çështje mos parandalimi, për faktin që ai person ka qenë me një histori të tillë shkeljesh përsëritës dhe jo vetëm aq, por ka qenë një person që zona e ka proceduar dhe e ka kërkuar disa herë njoftime komisariat të zonës dhe nuk ka pasur reagime. Nëse do ishte hequr patenta aty, nuk do kishim pasur këtë situatë që kemi. Në Shqipëri ka ndodhur disa raste të aksidenteve tragjike me të mitur. Rasti i ngjashëm është ai në plazhin e Potamit, ku humbi jetën si pasojë përplasjes nga skafi një vajzë 7 vjeçare. Autori ish efektive Arjan Tase u akuzua nga prokuroria Vlorës për vrasje dhe jo aksident me pasojë vdekjen. Argumenti që përdori organi akuzës për Tasen ishte fakti se ai kishte patur dieni për rrezikun që i kanosej qytetarëve nëse futej në zonën e notimit, e cila ishte mbushur me njerëz. Një rast i ngjashëm dhe me Nikolë Radacin, një person i alkolizuar që kryente manovra të rrezikshme me mjetin e tij. Gjykata e lartë ka ndryshuar pjesërisht kriteret për caktimin e paraburgimit. Sipas praktikës së re unifikuese, gjykatat duhet të marrin parasysh personalitetin e personit të dyshuar kur vendosin masën e arrestit në burg. Gjykata e lartë ka ndryshuar pjesërisht kriteret për caktimin e paraburgimit. Unanimisht të 16 gjyqtarët e lartë vendosën që praktika unifikuese e 2011-s për caktimin e masës së sigurisë arrest në burg të riformulohet. Sipas praktikës së re, gjykatat duhet të marrin parasysh personalitetin e të dyshuarit kur vendosin masën arrest në burg. Ky vlerësim duhet të mbështetet në rrethanat specifike të faktit, në mënyrën e kryerjes së veprës dhe në të dhënat që lidhen me personin ndaj të cilit caktohet masa e sigurimit, përfshirë personalitetin, sjelljen, rrethanat individuale dhe familjare, si dhe çdo tregues tjetër të rëndësishëm për vlerësimin e rrezikut real, procedural ose shoqëror që ai paraqet në çështje konkrete. Izolimi nuk duhet të bazohet thjesht te natyra e veprës penale, por te rreziqet konkrete që paraqet i pandehuri nëse lihet në një masë më të butë. Një tjetër ndryshim është se gjykata e faktit tani më ka detyrimin të shpjegojë pse nuk ka zgjedhur masa më të lehta sigurie, si detyrimi i paraqitjes apo arresti në shtëpi. Më parë kërkohej vetëm arsyetimi për vendosjen e arrestit në burg. Gjithashtu, edhe prokurori duhet të argumentojë pse kërkon një masë kufizuese të lirisë dhe jo një alternativë më të zbutur në kërkesën që paraqet në gjykatë. Prokurori fillimisht dhe gjykatat në vijim kanë detyrimin të japin një arsyetim të individualizuar, të mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes, që lidh nevojën e kësaj mase me rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit në rastin konkret. Gjykata ka detyrimin të shqyrtojë realisht masat e tjera më pa kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetoj shprehimisht përse ato nuk janë të mjaftueshme në rastin konkret. Nëse parimet e reja për caktimin e paraburgimit do të prekin edhe zyrtarët e dikurshëm që janë burgosur, avokati Luan Hasneziri që mbrojti interesat e Bektash Zenelit, personit që vuri në lëvizje Kolegjit të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, përgjigjet. Të gjithë janë barabartë para ligjit dhe normalisht që besoj që nga ky vendim një unifikues që ka ndryshuar praktikën njësuar gjyqësore do të përfitojë në drejtim pozitiv çdo person që dyshohet për kryer një vepër penale pavarësisht
nëse është zyrtar i lartë, është shtetas i thjeshtë e tjerë, tu nuk ka si përjashtim në këtë drejtim. Vendimet njësuese dhe unifikuese gjykatës lartë, veçanërisht ky që është i Kolegjit të Bashkuara, votohen në fitoren zyrtare dhe aty e marrin vlerën e tyre konkrete. Ky ndryshim konsiderohet si një hap që garanton më shumë mbrojtje për liritë dhe të drejtat universale të njerëzit. Përpara fillimit të samitit të Komunitetit Politik Evropian, Kryeministri Edi Rama përcolli mesazhin se Europa duhet të jetë e bashkuar. Ai e konsideroi domosdoshmërisë zgjerimin në Ballkan me qëllim që Unioni të jetë më i fortë. Madje sipas Ramos edhe NATO duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Armeni, ku mbahen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian. Në mbërritje, kreu i qeverisë u prit nga homologu i tij Nikol Pashinyan. Për mediat atje, Rama theksoi dhe rëndësinë e këtij takimi të nivelit të lartë, teksa e cilësoi si një mundësi për të treguar sa i rëndësishëm është unifikimi i Europës. Është një tjetër samit, samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkëta. Ndërkohë është një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me bashkimin e Europës. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. I pyetur se çfarë ofron Unioni, kreu i qeverisë shqiptare u shpreh qartë se rëndësi primare ka forcimi një Europe të plotë. Nuk ka të bëjë me ofrimin e diçkaje për 2 apo më shumë vende, por ka të bëjë me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëjë me vetë Europën, me vetë bashkimin europian. Një bashkim europian që nuk është i plot, është më i dobët dhe është më i cënueshëm se sa një bashkim europian i cili është i plot. Samiti bashkëriesohet nga Antonio Costa, presidenti i Këshillit Evropian, dhe Nikol Pashinyan, kryeministri i Armenisë. 48 krejë shtetesh dhe qeverish janë ftuar të marrin pjesë në këtë takim, mes të cilëve 27 vende anëtare të BE-s, Shqipëria, Kosova dhe vende të tjera të rajonit, ndërsa për herë të parë në këtë samit do të marrë pjesë dhe një shtet jo europian si Kanadaja. Ministri i Punëve të Jashtme Ferit Hoxha hodhi poshtë akuzat e opozitës për bllokim të negociatave të antarësimit. Gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm parlamentar, ai mohoi gjithashtu të ketë fyer shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është bllokuar. Në Komisionin për Punët e Jashtme, Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha siguroi se pritet drita jeshile nga Brukseli për miratimin e raportit të IBAR. Por në procesin e IBAR-s nuk ka absolutisht asnjë gjë që mund të ndaj me ju, sepse raporti është hartuar nga komisioni dhe raporti nuk është ndarë me palën shqiptare. Në këtë mes, Shqipëria nuk ka qasje në dokument, Shqipëria nuk ka qasje në diskutimet që bëhen atje. Por opozita u tregua skeptike, duke pretenduar se bllokimi i fondeve ndaj Serbisë mund të ndikojë dhe për vendin tonë. Megjithatë, kryediplomati Hoxha theksoi se dy shtetet kanë agjenda krejtësisht të ndara. Serbisë i ngrihen fondet, mbas ka radhën Shqipëria, ta dini. Është i këmban alarmi sepse problemet që ngritën Serbisë në lidhje me sistemin e drejtësisë, Shqipëria ndoshta ka edhe më të rënda, po s'paku të njëjta. Shqipëria, reforma e agjendave e Shqipërisë, me reformën e agjendave e agjendës të vendeve të tjera përfshirë Serbisë, nuk kanë absolutisht asnjë të përbashkët. Çfarë gjë që ndodh me Serbinë në reformë agjenda, s'ka asnjë implikim as direkt as indirekt për Shqipërinë. Implikimet e veta e vetme për Shqipërinë janë ato që bëjmë ne. Ministri Hoxha gjithashtu përgënjeshtroi dhe pretendimet e deputetit demokrat Belind Kolliçi se ka ofenduar shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Ku në grupin e WhatsAppit ku janë antar ambasadorët tanë në vende ndryshme, ju keni shkruar një koment në një artikull të postuar nga ambasadori ynë në Maqedoninë e Veriut, ku keni thënë po ata idiotët shqiptar atje çfarë thonë. Pozicionet e mia në detyrën e ministrit, pozicionet e Ministrisë së Jashtme nuk bëhen me SMS, nuk bëhen me WhatsApp, nuk bëhen me Signal, nuk bëhen me asnjë lloj gjëje përveç se me atë që është autorizuar dhe janë deklarime të cilat janë përmes kanaleve zyrtare të autorizuara, të njohura, të konsoliduara. Miratimi i raportit IBAR nga vendet anëtare do të krijonte Shqipërisë mundësinë që të hynte në fazën e mbylljes së bisedimeve për grup kapitujt.
Qeveria dhe parlamenti pritet të nisin punën për të zbatuar 2 vendime të gjykatës kushtetuese, një vendim që synon rregullimin e formulës për pagat e gjyqtarëve dhe një tjetër që ka lidhje me ngritjen e 11 komisioneve të përhershme të kuvendit. Këshilli i Legjislacionit i dërgoi kryetarit të kuvendit Niko Peleshi raportin për të 2 vendimet e kushtetueses. Në raport rekomandohet qeverisë të rregulloj formulën mbi të cilën përllogaritem pagat e magjistratëve, ndërsa votimi që ka lidhje me komisionet e kuvendit do ta zbatoj Këshilli për rregulloren. Në lidhje me pagat e gjyqtarëve, gjykata konstatoi se formula aktuale ka sjell ulje të pagës së magjistratit, duke marrë parasysh rritjen e çmimeve. Ndërsa në lidhje me ngritjen e 11 komisioneve të përhershme nga parlamenti, gjykata konstatoi se rregulloria është ndryshuar në shkelje të kushtetutës. Shkelja e rregullave në mënyrë të përsëritur bëri që Agaj të përjashtonte nga ferma VIP Malborën. Ndërkohë sot në mbrëmje një tjetër konkurrent do të mbyll përfundimisht rrugtimin, por për këtë do të vendos publiku. Në fermë VIP, çdo ditë që kalon nxjerr në pa tensionin dhe rrit intensitetin e lojës, ndërsa garuesit përballen me sfida të reja dhe dinamika gjithnjë më të forta. Por pse diskuton çdo gjë? Ja, natyrisht. Ja. Vetë se i të e bërë që diskuton. Lepujve. Qa the soni? Po them pse diskuton çdo gjë. Përjashtimi i papritur i Malbora Gurës, një prej personazheve më të komentuara të këtij sezoni, nga ferma VIP ka ndryshuar plotësisht rrjedhën e lojës. Si pasojë e mos respektimit të rregullave bazë të këtij programi dhe pas vërejtjeve të njëpasnjëshme, Agaj ka vendosur të përjashtojë nga gara Malborën. Malbora nga ky moment nuk do të jetë më pjesë e ferma VIP. Vendimi u bë i ditur përmes një zarfi nga produksioni, i cili u lexua brenda fermës dhe shkaktoi reagime të menjëhershme. Në njoftim thuhet se arsyeja e skualifikimit lidhet me shkeljen e përsëritur të rregullave gjatë qëndrimit të saj. Por kjo fundjavë nuk ka qenë lehtë as për Fabiolën dhe 6 fermerët e tjerë që u dënuan nga Agaj pas thyerjes së rregullave. Nga ana tjetër, duket si qëndrimi te Fakiri ka afruar edhe më shumë dyshen Adion Fabiola. Moment ky që do të marrë edhe më shumë zë gjatë prajmit të sotëm. Por pavarësisht miqësive, rivalitetit dhe dinamikës së lojës, qëllimi kryesor mbetet i pandryshuar. Organizimi i punëve dhe përkushtimi maksimal ndaj mirëmbajtjes së fermës. Mos më pik mu se jam ke Fakiri, s'ka më ngërgjoj gjithë natën. Ndërkohë televotimi vijon të jetë i hapur për të nominuarit e kësaj jave: Blerinën, Donën, DJ Bujakën, Visin, Sonin, Vanesën dhe Romirin. Njëri prej tyre do të ndërpres sot rrugëtimin e tij brenda fermës VIP dhe vendimi i takon vetëm publikut. E ndërsa ora 21 po afron, spektakli sotëm që transmetohet live në Vision Plus dhe në 2 kanalet të dedikuara, premton surpriza, formula të reja dhe sfida emocionuese që do të ndryshojnë edhe një herë balancat në fermë. Artistët më të njohur të skenës u vlerësuan me çmime në festivalin Netët e klipit shqiptar. Fituesi kryesor për videoklipin më të mirë në të gjithë komponentët u kurorëzua Vlashen Santa dhe MC Kresha. Eventi transmetuar në ekranin e Vision Plus dhuroi një mbrëmje magjike për publikun. Tirana mirëpriti finalen e edicionit të 23 të festivalit Netët e klipit shqiptar, një prej ngjarjeve më të rëndësishme kushtuar muzikës dhe artit të videoklipit, e cila u transmetua live në ekranin e Vision Plus mbrëmjen e së dielës. Këtë vit, eventi u mbajt në Pallatin e Kongreseve. Ky prodhim i Deli Art Association i producentit Petri Bozo solli edhe një herë një dimension të ri artistik, duke i dhënë më shumë hapësirë kreativitetit dhe inovacionit në videoklip. Ne do të qëndrojmë në skenë, sepse do t'japin edhe një tjetër Mbrëmja u moderua nga Drita Ziri dhe Surjan Rahova. Mbi 50 artistë u bën pjesë e garës, ndërsa çmimi për klipin më të mirë në të gjitha komponentët u fitua nga Vlashen Sata dhe MC Kresha. Me Vlashen Satën dhe MC Kreshin. Gjatë mbrëmjes u dhuruan edhe të tjera çmime, si ai videoklipit më të mirë, i cili u fitua nga Redon Makashi, klipi më i mirë urban që shkoi për Vesa Lumën dhe Ervin Qerimin, apo klipi më i mirë balad për Shkumbin Ismailin. Stefi dhe Endri. Endri dhe Stefi. Vëllezërit Endri dhe Stefi Prifti kryesuan në kategorinë klipi më i mirë i muzikës qytetare, ndërsa Big Basta dhe Kelly fituan çmimin klipi më i mirë hip hop.
Të tjerë çmime të rëndësishme si ai medias, fabulës më të mirë, grafikës më të mirë, çmimi i publikut, klipi më i mirë R&B e të tjerë u dhanë për artistët në këtë mbrëmje gala. Netët e klipit shqiptar mbart një histori të rëndësishme në zhvillimin e industrisë muzikore shqiptare. Mbrëmja e kësaj të diele ofroi përveç garës së klipeve, performanca live nga të ftuar special si dhe shumë surpriza. Ne po bërtasim tani kur s'po na shkon. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.